58 vatra zjarri janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat vetëm një mbetet ende aktive në një sipërfaqe pyjore me pish në fshatin Markatomaj, njësi administrative Zejmen, bashkia Lezhë. 8 vatra zjarri janë raportuar në qarkun e Lezhës. Në qarkun e Tiranës janë raportuar 12 vatra zjarri në bashkitë Tiranë, Kavaj, Rogozhin, të cilat kryesisht kanë qenë në sipërfaqe me bimsi. Një dhomë në katin e 4 në shtëpinë e fëmijëve Zyber Hallulli është përfshirë nga zjarri, por është vënë nën kontroll shumë shpejt dhe pati vetëm dëme materiale. Në qarkun e Beratit janë raportuar 5 vatra aktive, 2 në qarkun e Gjirokastrës. Edhe në qarkun e Fierit janë shuar 8 vatrat e zjarrit të raportuara, kryesisht në sipërfaqe me shkure dhe bimsi. Në qarkun e Elbasanit u arritën të neutralizohen 3 vatrat e zjarrit në sipërfaqe me bimsi në fshatin Petresh, Labinot Fush dhe Kodër Bujaras. Në qarkun e Durrësit u raportuan 5 vatra zjarri, nga 2 vatra u raportuan në qarqet Shkodër e Korç dhe 3 vatra në Vlorë. 32 hektar sipërfaqe me bimsi, por edhe një sipërfaqe e konsiderueshme me lis, arra dhe rrënj ulliri janë djegur si pasojë e zjarreve. Për shuarjen e flakëve u angazhuan 85 automjete zjarr fikse, 557 forca operacionale, një automjet zjarr fikës me 5 efektiv dhe një helikopter nga forcat e armatosura. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ju bën apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm gjatë këtyre ditëve të nxehta dhe të kërkojnë ndihmën e strukturave vendore në çdo rast nevoje.